Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të forcojnë më tej pozicionin e dollarit si monedhe rezervë globale mes përpjekjeve të Kinës për të forcuar më tej ndikimin e juanit. Një luftë valutore në rritje po luhet në sipërfaqe midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Shqetësimet rreth borxhet në rritje të Amerikës dhe përdorimit agresiv të sanksioneve për të izoluar rivalet nga sistemi financiar perëndimor kanë ngritur dyshime rreth sigurisë së dollarit si valutë rezervë botërore. Këto zhvillime kanë çuar në rritjen e kërkesës për arë dhe një numër në rritje të transaksioneve të naftës, duke përdorur kriptovaluta ose monedhën kineze yuan. Erozioni i dominimit të dollarit do të ishte një problem për ekonominë amerikane, por në javët e fundit Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë hapa për të rritur përdorimin e monedhës së saj kombëtare. Në qendër të kësaj strategjie janë diskutimet midis administratës Trump dhe disa vendeve në gjirin persik dhe Azi rreth mundësisë që Shtetet e Bashkuara të ofrojnë të ashtu quajturat linja shkëmbimi valutor. Këto lëvizje, të cilat mund të bëhen ose përmes departamentit të thesarit ose rezervës federale, në thelb do të siguronin që aleatët e Amerikës të kenë rezerva të mjaftueshme në dollar, duke zvogëluar nevojën për të tregtuar me yuan ose valuta të tjera, than burimet. Me sistemin e shkëmbimit, Shtetet e Bashkuara blejnë valutën në një vend tjetër, duke i dhënë atij vendi më shumë dollar, të cilët më pas i përdor për të tregtuar naftë. Sekretari i thesarit Scott Bessent po udhëheq bisedimet mbi këto shkëmbime valutore. Në një seancë dëgjimore në Senat muajin e kaluar, Bessent zbuloi se kishte diskutuar një shkëmbim valutor me Emiratet e Bashkuara Arabe, një aleat i pasur me naftë që përballet me pasoja ekonomike nga lufta e Iranit. Sekretari i thesarit shpjegoi se mbështeste idenë për të ruajtur rendin në tregjet e financimit në dollar dhe për të parandaluar një shitje të çrregullt të aseteve amerikane. Dollari amerikan është monedha më e përdorur gjerësisht në botë, duke përbërë 89% të transaksioneve të këmbimit valutor në vitin 2025. Euro është në vendin e dytë me 29% të transaksioneve, sipas të dhënave nga Banka për Zgjedhje Kombëtare. Meqense ka dy monedha për transaksion të këmbimit valutor, përqindjet shkojnë deri në më shumë se 100. Globalisht, 5 mbajtësit më të mëdhenj të rezervave valutore në vitin 2024 ishin Kina, Japonia, Zvicra, India dhe Rusia. Në vitin 2024 vetëm Kina mbante 26% të gjitha rezervave valutore në mbar botën, ndërsa Japonia ndiqte me 9%, sipas të dhënave nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.